Do iki për drek jashtë shtetit sepse këtu flitet vetëm gjuhë huaja. Dhe dini ku jam? Po xhiroja një video për Beratin dhe shkuam në një restorant që më ka dalë kudo në rrjetet sociale. Ishim aq të uritur sa që i thash kamarierit sil çfarë ka. Tu kemi pjesën e starterit, sallata me perime të zonës, mix tjatrash, ullin të famshëm të Beratit, ai ka me speca, turshit, gjalp dhije nga vitet o morit dhe kulaç i shtëpisë. Na hahet. Në fakt është interesante kur kamarieri ta sjell një pjatë dhe ta shpjegon se çfarë ka ajo pjatë. Mos se ka kalori. Ai rezistohet ti gjalpi. Tu kemi patatet me salcë tartufi, djath fure, pjesa e miksit të ngrohtë, duke filluar nga byreku me spinaqe dhe me qumësht, bifteku vienez i Beratit, përges verore është pamisht, qofte dhe shpis, qofte perimesh, salcë panxari dhe cacish. Nëse ju ka shkuar mendja të hani qofte me shijen e vjetër të qofteve të dikurshme. Po ky çfarë është? Tu kemi pjesën më të bukur dhe më të shijshme të tavolinës, është Fiorentin, mish viçi i stazhonuar prej 25 deri në 30. A ta marr me vete se s'kam ku e fus. Jo, janë gjithaj këtu. Kamarier më të sjellshëm dhe më simpatik se ky s'kam parë. Ushqimi i mirë apo ushqimi i gatuar mirë shijon atëherë kur ti je i të ngopur dhe unë aktualisht jam i të ngopur, po s'kam ku ta çoj se më tha kamarieri do hash, realisht më pëlqen. Është shpjegur mirë, shkrihet në gojë, është vish deri në Berat dhe mos thash një ëmbëlsirë. E gjyna në fakt. Dhe ja ku kemi ëmbëlsirën, krem brule. Faleminderit. Kjo ishte edhe mbrëmja jonë romantike në Berat dhe për të gjitha këto paguam rreth 7500 lekë.